Revista shkencore kulturore Univers, numër 4, i vitit 2003. Urtia dhe emrat e malësisë në lahutën e Fishtës. Profesor Dr. Gjovalin Shkurtaj. Nektari i urtisë malësore në lahut. Vepra lahuta e malësisë e Gjergj Fishtës është lidhur fort ngushtë me malet dhe shkrepat e Shqipërisë veriperëndimore, vis që historikisht ka qenë një shtek premtimesh, e dyndjesh të hordhive pushtuese, qoftë dhe të ardhura nga Anadoli për të kaluar në brendësi të Ballkanit e mëtej, qoftë edhe nga brenda Evropës për të dalë në fushat bregdetare të Adriatikut ton, vise të cilat kanë qenë lakmije e Cernagorës, shinja që kurrë nuk i ka reshtur prapa shpinat e të këqijat për malësorët e kretë Shqipërisë veriore. Në kishën e Rapshtës së Hotit, e në atë plajqere Murlani e Styma, dimër e ver, e ku misri e thekra me zi kallohen nga thatësira, atë Gjergj Fishta pati rastin të njihte burra të mëdhenj me zemër e me bëma, njerëz të thjesht e pa shkollë, por me përvojën e dijen e trashëguar nga të parët, nga mentarët e urtakët e atyre anëve, që aja të hollën kuvendin si të ishin të diplomuar në shkollat më të repta të Europës. Fishta e lindur në fushat e buta të Zadrimës, ku gjindja i vjet fort punës në ara e lavra, që u vjen aq ndoresh si për perimet e pemët, ashtu edhe për drithrat e bukës e prodhimet e tjera të shumta, ku burrat janë disi më të përvujt e me të ndruajtur se malësorët. Çka ushton për 7 viseve fushore në malësinë e madhe, përkundrazi do të gjendej i rrethuar nga lekët e Hotit, të ashpër e zullumqar, të gjatë e të zhdërvjellët si atlet, të qëndrueshëm e të fortë si shkëmbi, njerëz që, siç do të thoshte për ta e Qerem Çabei, duket se jetojnë më fort në ajrin e pastër që thithin, se sa në ushimin e pakët që hanë për ditë. Aty, a i do të njihte Marash Ucin e Uc Mehmetit, njohur për mend, por edhe për trimëri, që kur vjen puna për fatin e adheut, mund t'i bjerë edhe detit me këmbë. Do të dëgjonte se si këndohej për Oso Kukën e djemt e ti, Keqeldodën, Kernigilën, do të kalonte net të shumta dimri duke dëgjuar çka thonin malësorët për prisat e tyre, Çunmulën edhe Xhonlulin. Dhe të merrte shënime e si të përmendeshin për mirë ajka e djelmënis malësore që kishin flijuar rinin e tyre për adhe e për nderin e kombit shqiptar. Në ata rasta të bardha të brigjes së Hotit, në kush e në bjeshkët e Jugomirit, ashtu si kudo në anët e malësisë son të madhe, në Krudë e Triesh, apo në Kojën e Kuqit, në Kastrat e Shkrel, Fishtës do t'i dilnin përpara të njëjtat pamje madhështore të një epike që kishte edhe një rekuizit etnografike nga më të bukurat e më të spikaturat ndër trevat shqiptare. Kush nuk ka parë vallën e logut e dasmat malësore, kush nuk ka shijuar etnografinë e paradës së bukurisë së gruas malësore në logu në obor të kishës pas meshës, në ditë të diela në festa të mëdha, nuk mund as ta imagjinoj se ç'kan përfaqësuar e ç'përfaqësojnë tradita e shpirti malësor në etnogjezën e shqiptarëve. Malësia e madhe ku jetoi shumë kohë Gjergj Fishta ka qenë gjithmonë visar shqiptarie, gurre pashuar e shpirtit të bardhë dhe dëshirave për ditë të mira. Ani pse ju gjithmonë ka mundur t'i realizoj ato. Duhet me vend të citojmë lidhur me sa tham, lërsimin e Anton Beriçës, njërit prej studiuesve më të përkushtuar të Fishtës, i cili thekson, gjatë shërbimit të tij si prif në Shkodër e në Rrethin, pastaj në malësi të thellë në vise të tjera, ai jo vetëm e njoh dhe shijoi në mënyrë të drejtë për drejtë këtë krimtari, por o njoh me përpjekjet dhe me synimet e popullit të vet për liri e pavarësi, për jetë të lirë dhe dinjitoze. Në mënyrë të veçantë, Fishta hetoi madhështinë e stilit dhe pasurisë së gjuhës së krijimeve të letërsisë gojore, sidomos të epikës, e cila e degëzuar në nënloje, jetonte në gojën e shumë këngëtarëve të moshave të ndryshme. Gjergj Fishta, këtë poet të ndjeshëm e njëri erudit, ato çka e përjetoi në malet tona, me siguri edhe do ta ketë befasuar, sepse në përfusha, dokat e zakonat e moçme që zhvilluar disi të mekeshin qysh aso kohë, ati do të jetë dukur se ndodhej bashkë në djepin e vatrën e eposit të Kreshnikëve.
Rapsha e Hotit në një farë mënyre ishte për të Judbina e Mujit dhe Halilit. A i gjeti aty burra që ishin si dragojnë lufte, po edhe të urtë e të shtruar në kuvend, gjithmonë me armën mbushur, por edhe bukdhën e bujar në sofër. 400 okësh në besë e në fjalën e dhënë, 400 okësh në shqiptarizëm, të përkort e të vobekët deri në skamje, por gjithnjë të pa etur e të vetë përmbajtur, gjendje që ngopet më pak e që kur nuk jepet pas kafshatës. Prandaj, s'ja kanë zili as kujt pse Zoti i ka dhënë më shumë pasuri të mira. Kur nuk grabisin e nuk vjedhin, por edhe nuk falin, po u apreka atë që u takon. Mirë kush i ka ngjarë, kush i ngec ata pa të drejtë, ashtu si shton edhe fjalë të urta të këtyre anëve. Mos i nga gredhat me krane, se nget të zezën tande. Ja kjo, ishte në thelbin e saj malësia e madhe në kohën kur dikujt nga etërit katolik që drejtohej nga i peshkvin e Shkodrës, i vajti në mendjet ta emëronin Agjergjin si famultar në Rapshën e Hotit. Sigurisht, atyre që u emëruan atje, as nuk mund t'i shkonte në mendje se me atë vendim, pa dashur, po i bëni një nder të madh trimërisë malësore, po i gjeni një Homer e pikës së maleve tona. Gjergj Fishta, në mbi Shkodër teksa kaloi për rojën e gjatë e u ngjit në të përpjetet e leqeve të Hotit, e pa se atje njerëzit u përngjanin dragojve e bënin vepra të mëdha për adheun e vet. Këto vepra dhe krejt shpirtit të tyre, ajo vetëm do t'ja dinte dhe do t'ja njihte me themel e do të dashurohej pas tyre, po edhe do t'i gdhente në lahut, ashtu siç është shprehur atë Daniel Gjeci, një nga studiuesit e njohësit më të mirë të tij. Bani që shkrollat e saja e laratësimet me ojna, dukesh mi veçare, me varg të pakëputun përpjekjesh e flijesh, që përbajnë dhe cilëson një fis, një gjak, një popull, një gjuhë, një razë, të paraqitshin para botës epopen e kombit shqiptar, dhe këtë komb ta najlojshin në panteonin e herojnëve botëror. Lahuta është një gurë e pashtershme heroikës popullore të maleve tona. Aty ka jo vetëm luftë e vdekje për atë, jo vetëm këngë për trimërinë dhe merituara të kryera, jo për të grabitë të bijët e krajlit, as për të quet të krajli, por për të liruar nga prangat e robënisë shumë shekullore vendin e vet. Po edhe urti, e mençuri, mendje e zemër, jetë dhe jetësi të pashuar. Vite më parë, kur përfishtën e veprën e tij studimet e deri në tekstet e letërsisë shqiptare, nuk flitej për vetëm shpifej e kritikoj me likësi përveç vargut të famshëm, leta di gjithë bota mbar, se edhe Gjergj Fishta s'asht ma shqiptar. Që citoj, i shkëputur nga konteksti e përdorur për të dhënë krejt të kundërtën asaj që në të vërtet kishte shkruar poeti, në qarqet e larta shtetërore, institucionale, për nga vinin orientimet për vijën politike dhe ideologjike. Në letërsi përflitej se autori ynë në lahut e në veprat e tjera na paskësh qenë shumë shovinist. Zoti falta ato që kanë rënë dhe kaq padrejtësisht janë shpifur me qëllime të mbrapshta me të madhit së poet adhetar, vetëm psi ka kënduar heroikës shqiptare. Në këtë syth, libri do të përpiqemi të sjellim disa të dhëna konkrete bashkë nga ajo lahut e malësisë, ku shihet se autori i saj atë Fishta nuk që as shovinist, as antishkja, as antikurkujt, që nuk ja kishte më të keq Shqipërisë së shqiptarëve, se lahuta është një nga veprat e mëdha e burimore të letërsisë son, e cila përshkrohet të i mban nga fryma e pajtimit, që ka gjithandej të dukshëm edhe indin e fashicjes së konflikteve, që në tekstin e nën tekstin e saj vrujon e shtyn edhe dëshiroj që shqiptarë e shkje, si dy popull fshin prej shumë shekuj, ashtu sikur se kanë dhe doke e vetip të përafërta, sidomos burrorin e bujarin, mund edhe të duhet të kishin edhe ndërmjetësi për të jetuar në paqe në miqësi me njëri tjetrin. Lahuta këndon, madje dhe përjetëson mjaft bukur të gjitha ato sprova, çaste e kaje të shqiptarëve, për të gjetur gjuhën e arsyes, e për të marrë vesh me shoqishojnë e me fshinjat jo shqiptar, duke nderuar e respektuar të mirat që nuk i mungojnë asnjëres palë. Por, për ta nxjerrë në pak të cilësi të lartë të veprës së Fishtës, është e nevojshme që lahuta të lexohet jo vetëm me sy, por edhe me zemër.
po vargjet e saj duhen lexuar sidomos me zemër e me mendjen e ndriçuar nga njohja e historisë dhe e traditave shqiptare të malësisë së madhe që Fishta i përjetoi aq madhërisht. E për këtë, siç e shprehur studiuesi Daniel Gjeçi, sikurse ai që s'din shqip s'ka si ta lexoj lahutën, ashtu si ai që se njeh shpirtin, psikologjinë, doke dhe mentalitetin e shqiptarit s'mundet ta kuptoje, aq më pak ta shijoj lahutën fishtiane. Ai që këndoi Fishta për fshatrat e viseve të malësisë ishte thelbi i psikikës kombëtare, paçka se na shfaqet në një vis të skajeve në anën e veri perëndimit, ku edhe pse nën trystinet kurrjes së shekujve, kur nuk pat mbërritur të shkel këmbë pushtuesit të huaj. Osman Lintë erdhën diku deri në kusht të Hotit, por u detyruan të ktheheshin mbrapsht e vetëm fal një kompromisi, dera e Dili Metsunit u shpall myslimane, sa për të shpëtuar nga reprezalet mbar malësisë, e cila edhe më tej vijoi të mbetej si gjithmonë katolike, siç kishte qenë motë e jetë, gjyshku shqiptarët përmendin si popull në trojet e vete të sotme. Siç pat shkruar Ernest Kolishi, tu e lexue lahutën, të duket se jetu e vështru popullin shqiptar ka i këndon vetvetit, me fjalën e Fishtës, me matëkollumen kang, e cila shpërthen nga një gjak misterioz që rrjedh në zemrën e tij i lire. Kjo është arsyeja pse ndër malet tona lahuta e Fishtës u mësua përmendesh, se në lok të kishës ku ai ishte meshar e në mbledhje të Pajrakut, me lahuc në dorë, këngëtarët përshtasnin atë që kishin trashëguar nga rapsodit e kreshnikëve, me atë që kishin thurur për atë Gjergj Fishtën, edhe për gëzimin e nderin më të madh që mund t'i baltohet një krijuesi, emri Fishtës kthehej nga një emër i përvetshëm në një emër të përgjithshëm. Shumë nga këngën e lahutës, edhe në vitet ku emri e vepra e tij ishin ndaluar të ziheshin me gojë, këndoheshin normalisht si kat lavdet, këngë lahuta, në Kelmend, në Shkrel, në Kastrat, në Hotin e Këndej dhe përtej kufirit, ashtu si edhe në Grut, Trish, e në Kojën e Kuçit, kudo që ka pasur e ka malsor, kudo që rrojnë të bitë e xhubletës. Kemi të dhëna se këngët e lahutës këndohen ende në diasporën malsore të Amerikës, sidomos në networkun shqiptar të New Yorkut, të Detroitit e deri në Australi. Një pëlqim e përhapje të veçantë ka pasur e ka lahuta në Kosovë, kur rapsodët kosovar as su kishin ndërruar fjalë, as su kishin hek vargje, por nuk dinin të thoshin tjetër veç se këta këngë i kishin ndije, si të rinj, për një atë lautari të ardhur nga Shqipnia. Fishta këndoi pa ditë se si ja thoshin emrin, këndoi pse me këngë të tija ishte shqiptari me doke, në kanu, në mitologji, në folklor, në aspirata, në jetë, në luftë e në ngallnime. Kufit nevojisht të përkort të këtij trajtimi, na pengojnë të përtheksojmë në përmasat e duhura motimet e theksin përbashkues e vëllazërues të shqiptarëve, pa dallim krahine, besimi fetar që zotëron në lahutën e veprat e tjera të Fishtës, por do të vëmë theksin vetëm në një pikë më shumë vlerë, atë që do t'i hyjë njohjes së tekstit e nën tekstit fishtian. Së pari, Fishta ashtu si çdo personalitet historik e letrari për masave të mëdha, nuk mund të gjykohet duke përjashtuar nga rrethanet e kohës në të cilën jetoi. Kjo do të thotë se poeti ynë shkroi lahutën e vepra të tjera në fillim të shekullit të 20, në një periudhë të zjarrtë dramatike për Shqipërinë e shqiptarët, kur zihen, vlonë, shpërthen dëshira për liri. Kuptohet se ai, si poet i ndjeshëm, po edhe si adhetar që ishte, nuk po të mbetej indiferente jashtë asaj fryme të përgjithshme. Ai u bë interpretuesi i shpresë më besnik i shpirtit që gjallonte kombin shqiptar, duke e pygzuar vështrimin në një vatër të hershme shqiptare, besë e bujarie si malësia jone e madhe. Së dyti, sepse edhe në kohën e Fishtës, një numër i madh shqiptarësh u kishte humbur shpresa e lirisë së ndëruar nga poetët dhe veprimtarët idealist. Të tjerë kishin rënë në një farë letargjie. Fishta, si një personalitet i shquar i letrave, po edhe një njeri me vizion largpamës e frymëgjat, e kuptonte se të parve u duhej dhënë zemër, duheshin trimëruar e inkurajuar, kurse të dytët duheshin zgjuar nga gjumi. Poeti synonte që dy palët të gjenin në lahutën e tij shembuj frymëzuar të heroizmit të atyre që ishin flijuar e që flijoheshin në altarin e dheut. Kjo natyrisht përbënte bazën dhe frymën luftarake të vjeshtërsisë së tij.
Ndërkaq, pas në ato kohra, nuk mungonin edhe shenjat e përçarjes së mbylljes brenda saqeve të ngushta, brenda fiseve dhe bajraqeve, brenda grupeve e bashkësive të vogla vendore, të ndara sipas besimeve fetare të ndryshme e të tjerë. Ishte nevojshme që të gjitha këto kategori njerëzish e bashkësisë shoqërore shqiptare të sqaroheshin dhe të edukoheshin, duke formuar ata ndërgjegjen e përgjegjësinë si pjesëtare të një bashkësie të madhe e të vetme kombëtare. Siç thot bukur, atë Harapi, në atë kohë, smungojshin mandej, asish që për padije muslimanin e njehshin turk dhe katolikun latin, ndërsa ortodoksin sipas krahinës e mbajshin serb në veri, grek në jug. Edhe këtyre u duhej treguar se tjetër ishte besimi e feja tjetër, kombësia apo nënshtetësia. Fishta, ashtu si edhe klerikë të tjerë, adhetar të asaj kohe, si At Anton Harapi, ishin luftëtar të mendimit se musliman katolik e ortodoks, me gjak e me gjuhë shqiptare, ishin vllazër e kishin të njëjtën bab, dhe në të njëjtin nan, shqipnin. Ajo që tha më lartë e sqaron plotësisht pse Fishta, me aq përkushtim qytetare mjeshtërie artistike, u përpoqë vepra e tij të ndjellte të ngjallte bashkim me vëllazërim në popull. Bashkohemi plotësisht me mendimin se vështirë është të gjendet dhe një krijues tjetër si Fishta, i cili aq me ngul, me qartësi dhe me drejt për drejtshmëri të ketë objekt artistik dhe të ketë shqipëruar çështje esenciale të botës, të shpirtit dhe të fatit të popullit tonë dhe nëpërmjet artit të vet, të ketë gjakuar zgjimin dhe forcimin e ndërgjegjes dhe të vetëdijimit kombëtar të njerëzit tonë mbas sundimit 5 shekullor osman. Dua të theksoj edhe një herë se bashkë për këtë, poeti lartësoi dhe ngriti në panteonin e Adheut ose kukën Muhamedan krahas Marash Ucit katolik, Ali Pashës krahas Tet Xhon Lulit, Abdyl Frashërit krahas Pater Gjonit. Dhe, për të mos përmendur këtu të gjithë emrat e heronjve të Lahutës, do të ndalemi vetëm te ky i fundit, tek figura aq e dashur e Pater Gjonit. Ata që e kanë lexuar Lahutën, besoj se do ta kenë të gjallë në kujtese si ky frat i Malsis, famultar i një prej zonave malore të thella, ndonse sipas rregullave të kishës, nuk ka pse të gjendet midis luftëtarëve të lirisë, i veshur me zhgunin e priftit dhe i armatosur me fjalën e tij të mpret, të mençur e të qelluar, del në rreshtat e para të betejës dhe fshkon të plagosurit, u la gojën me ujë e u mbyll syt atyre që japin frymën e fundit dhe i bekon e u bën kryqin mbi ball. Ka në Lahut pjesë vërtet të shkëlqyeshme të asaj çka përfaqësonte Pater Gjoni si meshtar, si njeri e si luftar shqiptar. Kjo pjesë me titullin Ndërmjetësia, në rafshin adhetar, më duket se është një nga pjesët më të madhërishme që ka shkruar ndonjëherë pena një shkrimtar shqiptar, po japin me 2 fjalë për mbledhjen e asaj çka thuhet në këtë këngë. Në rreshtat e luftëtarëve e në llogoret e luftës, poeti kërkon me sy Pater Gjonin dhe i gjen atë në një mbledhje tek Ali Pasha. Ai e ngarkon Pater Gjonin si lyp armpushim Mark Milanit, me që nga të dyja palët kishte shumë të vrarë e të plagosur. Të rënët duheshin varrosur, të plagosurit lipsej të mjekoheshin e të shëroheshin. Frati Malsis e merr përsipër detyrën dhe, me zgjuarsinë e diplomacinë e tij, arrin të takohet me Mark Milanin, prisin e forcave kundërshtare malezeze dhe ta sigurojë armpushimin. Mark Milani çuditet se si një fran, prift katolik, del t'i mbaj krah turkut dhe për të ngacmuar, me ironi i thot: "Të ndihmoft Zoti o ri bekue, që kësaj puna ja paska hi, ja kthen Marku me njerëzi dhe mua më ken këtë bezë. Pandoj i zhibël pa nga tres, veç se i gja deshta me për vetë, në qoftë se hatri s'ka me të metë, se kjo pun mundet me kanë, që ti kështen e natë krishten, me krysh në dorë e me krysh në balë, turku të ndim, ti na i ke dalë?" Dhe vjen pastaj përgjigja urtake dhe prerë Pater Gjonit, me vargjet lapidare që për mendimin tim meritojnë të mësohen përmendësh e të rrënjosen mirë në mendjen e zemrën në çdo shkollari shqiptar, sa të ketë lëndë letërsie në shkollat shqiptare. Tu ngjatjeta komandar, se kur kund besa sasht nga ja, me hitash ndër këso fjalësh të mëdhaja, pse ka shku e bukur donat, en për shtat, varromët e ngat, janë tu e dha ndoshta për ujë, por atë fjalë mua
mos ma thuj, as mua as kërkuj, se unë me turk kam dal në shtri, për të luftua me malin e zi, unë zotësni në shtri kam dal, jo me turq, por me shqiptar. Turq atë kështen si mua amendan, Shqipnin zbashku të gjithë e kanë, e pra ne gjithë do t'i shindrojmë e do të luftojmë, po të bahmi kortar, priftën, fretën, hoxalar, për Shqipni, jo, po as ti vetë, s'ka dyndje tope bajonet, për të nxjerrën turqin dinit, po për të shkuem Shqipnin e shkret, pak me thanë der në val të drinit, sa për kështu të ngjatën zoti jetën, dhe unë frati thom të vërtetën, bashkë me turq baj flije veten, varen në rab, lidhen në vargoj, e Shqipnin unë nuk e lëshoj as shumë as pak, për pa të bat ty karadak, pëllam për pëllam me lam gjak. Në Lahut, si dhe në veprat e tjera të fishtës, fragmente si këto janë jo vetëm të dendura të një mjeshtërie të pashoq për nga ana artistike, por edhe meritojnë të lexohen e të analizohen me kujdes e me dije, siç e meritojnë veprat e poetëve të mëdhenj. Malësia e madhe dhe njerëzit e saj në Lahutën e Malësisë, siç e kemi thënë edhe disa herë të tjera, antroponomia në Lahutën e Malësisë është një element më rëndësi historike dhe historiko-gjuhësore e etnokulturore të dorës së parë. Arsyeja është krejt përfshirë dhe kthjellët, si një ditë pas një re në qiell. Lahuta e Malësisë, edhe pse është shkruar para kaq 10 vjeçarësh, e shumë kohë para se të përthekoseshin parimet e letërsisë shqiptare të realizmit socialist, kundër së cilës drejtohet me të drejtë teu i konceptimit të letërsisë si i tillë. Poema e fishtës është në thelb një poem ku autori mbështetet hap pas hapi në historinë e jetën reale të Malësisë, kundron dhe polemizon thekshëm, ndeshet dhëm për dhëm me politikat anti-shqiptare dhe antikombëtare, mbron hapët trojet shqiptare e u kundërvihet prerë e ashpër, se s'ka ku të vej më ashpër e më bukur, synimeve grabiçare të malit të zi e të fshinjve të tjerë si dhe të Turqisë ndaj Shqipërisë dhe shqiptarëve. Dhe këtë fishta e realizon duke kënduar të lëvdruar në Lahut heron real, buq e blektor të Malësisë së madhe të trevave shqiptare veriake, njerëz të njohur historikisht, të thjeshtë dhe fortë si malet, njerëz që shtynin ditët pa shumë të mira e që ushqeshin gati kryesisht me bukë krip e me këngë kreshnike, por edhe të mëdhenj krenaj se luftarët e Trojës, burra pa qenë ushtar, por thjesht barinje buq, kur e lyp nderi i vendit e mbrojtja e vatanit, prej në 7 deri në 70 vjeç, ngrihen e rreshtohen në llogoren e luftës e përballojnë ushtrinë e rregullta e të rregjura të pushtuesve. Në këtë ndeshje të paprera që përbëjnë shtratin epik të Lahutës, është në të vërtet e gjithë Malësia jonë e madhe. Janë me emër e mbi emër ajka e luftrave të luftëtarëve të Hotit e të Grudës, të Kelmendit e të Kastratit, të Shkrelit dhe të Ranzave, por edhe djelmënia e Shalës dhe e Mirditës, si dhe aq shumë shkodran, midis të cilëve edhe personaliteteve të shquara si Luigjë Gurakushi, Hilmosi, miq bashkëkohës të poetit. Emrat e trimave real të shqiptarëve që guxojnë ndeshëm dhe pasaj, pasi bëjnë të vetën dhe bien në fushën e betejës, zotërojnë bushëm në Lahut. Le të përmendim ndër të tjera, Patër Gjonin, të cilën e kishim menduar si ishte i vetmi personazh i krijuar nga fishta, por se kohë më parë, pasi e kishte shprehur një mendim të tillë në një kumtes për antoponimet e Lahutës, Indiriat Vicenc Malaj, teksa flisnin për këtë personazh në një sension shkencor në Koplik, më kuptoi se edhe Patër Gjoni ka qenë një personazh real e pikërisht famulltar i Vuklit. Patër Gjoni ka qenë edhe frati i vërtet i malësive tona dhe jo ata që fatëzësisht ishin mësuar të shihnin në dramat dhe në filmat me temë nga e kaluara. Po le të kthehemi te çështja që na përket të thellojmë me mjete, e sa të jetë mundur e më tepër në planin gjuhësor e filologjiko-stilistik tek antroponimet malësore në poemën Lahuta e Malësisë. Aty ka emra shqiptarësh, turqish, shkiesh, gjë që shkon natyrshëm e në përputhje me tematikën e veprës. Dashur pa dashur, duke përshkruar ndeshjen e shqiptarëve me armiqt e tij shekullor, poeti nxjerr në pa dy anët e paradoksit të marrëdhënieve të shqiptarëve të fshinjve të tyre, shkjeve të Cernagorës,
Shqiptarët, si pas kësaj poeme, janë sokola malje e bitës shqipëve fisnike bujar që përhapen e merren me mbrojtje nga orët e zanat. Ata janë emra shqiptarë si Det, Gjeto, Uc, Ujk, Gjergj, Gjeto, Gjon apo Gjo, Dak, Cur e të tjerë. Këta janë emra shqiptarësh e bi shqiptarësh dhe flasin gjuhë shqiptare. Përballë tyre, në luftë me ta janë shkiet e malit të zi, të cilët flasin gjuhë tjetër dhe janë bi të shkinave dhe emrat e tyre janë të dallueshëm si emra slav, Gjuro, Ivo, Milosh, Milen, Ndreko, Marko, Vasil e të tjerë. Mirë po, jashtë këta gjinës, shqiptarët e malezezët, ndonë se u përkasin dy etnikumeve të ndryshme, jo vetëm krejt të dallueshme, po edhe gati për herët në shërbe njëri tjetrin, dhe po aq shpesh e aq keqes për leshen e ndeshen, prap se prap ata kanë dhe diçka të përbashkët. Janë ndodhur për shekujsh në hapësira jetike fshinje, kanë dhënë e marrë për shumë shekuj dhe si shefitar kanë pasur nëpërmjet tyre dhe modë qetësie. I përngjajnë mjaft mirë njëri tjetrit, si në hushe, ashtu edhe në gjëra të tjera, që duket edhe në disa emra të njerëzve. Për ti nga anët e Trnagorës, gjejmë emra si Mark, siç është edhe komandari i njohur Shkja, Mark Milani, ashtu si këtej i Granicës ka ndonjë Vuksan. Nga ana tjetër, shumë shqiptar malësor e Shkodran dhe besimit musliman kanë emra tursh e madje aso kohë mbi emri turk përdorej Gjerd dhe si tregues i besimit. Merita e Gjergj Fishtës është se jo vetëm se ka fiksuar me pisnikëri emrat e mbiemrat e luftëtarëve shqiptar e të kundërshtarëve të tyre malezez, por edhe ka arritur sidoqoftë të bëjë nëpërmjet tyre një lojë të bukur artistike, një xhonglim tipik fishnjan, duke përfituar edhe ngjyresa e përshtesa mjaft të efektshme me vlera të mëdha artistike. Do të përmendim më poshtë fare shkurt disa nga pikat më të dukshme të vlerave stilistike, po edhe mirëfilli gjuhësore e dialektologjike të onomastikës së lahutës, sidomos të antroponimeve që përmbahen në të. Mjedisi dhe vepruesit në lahut janë historik, real dhe me një përjashtim të rrallë të patjetërsuar, por se të hiperbolizuar e të legjendarizuar me motive të dukshme të një epokeje madhështore, si ajo e Homerit për grekët e për trojanët, ndonse në kohë të reja. Mjedisi është malësia e madhe, kryesisht trevat e saj në vit të kufirit me malin e zi, Vranina, Trieshi, Gruda, Hoti, Kastrati, pastaj edhe pjesë të tjera të malësisë, si Kelmendi, Shkreli, Rjolli e të tjerë, njësi që tradicionalisht janë përgjigjërmi herë thirrjes a kushtrim se hyni shkjau. Në mënyrë të natyrshme, përtej trojeve shqiptare, në këtë mjedis luftimesh të heronjve të lahutës, hynë brigjet e përtejme të liçenit të Shkodrës, Vranina dhe shumë shesh luftime të tjera që ishin në kufi e në nënpremtimin e përjeshëm të Trnagorës. Fishta, jemonton ngjarjet e kësaj poeme në kohën kur në malin e zi sundonte Knjaz Nikolla, një nga armiq më të betuar të Shqipërisë dhe shqiptarëve. Por Knjaz Nikolla është bukur larg kufirit ton, ai rinë në Cetin, ku kalon gëzimin e tij me milenën e salltanetet e veta. Ai lëshon gjithashtu kundër shqiptarëve Mark Milanin dhe trimat e malit të zi shinj të motshëm e shefitar Megjash, shpesh edhe kumbar e Probatina me malsorët stan, duke i mikluar me plojën e plaçkën që do të përkiste atyre me fitoren e mundshme kundër malsorëve shqiptar. Malin e zi, fishta vetëm në rrallë e quan me fjalë shqipe, më shpesh përdor emërimin slavisht Trnagora ose turqisht Karadak, kurse ata që ndeshën me shqiptarët janë Shkia, për të cilën ai dendur thot, i biri i shkinës, zogu i shkinës. Midis tyre vetëm disa përmenden me emër e mbiemër, të cilët, me siguri, kanë qenë persona të njohur politikanë shtetar si Knjaz Nikolla, Mark Milani, Vulo Radovishi apo kryetar qetash malazeze. Sprov për disa vlerësime antropologjike dhe sociolinguistike të antroponimeve të lahutës. Nuk besoj se është nevoja të ritheksojmë se në poemën e Fishtës kemi dy pllosje të mëdha emrash, emra shqiptar, kryesisht të malsorëve, po edhe më gjerë, të atyre që përfshihen në vorbullën e ngjarjeve të malësisë, si dhe emra slav, kryesisht të malazezëve.
Ata janë të tillë që në përgjithësi diferencohen sepse ndjekin tipat e ndryshëm të antroponimeve përkatëse, po edhe ngjasojnë herë edhe janë krejt të njëjtë. Prandaj edhe poeti, sipas traditës malësore, kur flet për shqiptarët, po shpesh edhe për shkjeta turqit, i përmend ata me emrin dhe mbiemrin e tyre të plot. Lahuta e Malësisë, për të saqeve të vlerave artistike me antroponimin që ndeshim në të, na vë në dorë mundësie të dhëna të shumta për të zgjeruar njohjen rreth disa dukurive të emrave vetjak të Shqipës, sidomos për të theksuar disa vlera jo vetëm të mirëfillta gjuhësore, po edhe në planin e antropologjisë kulturore e të sociolingvistikës. Këtu, në radhë të parë, më duket është me interes të përmendim një anë shumë të rëndësishme të mendësisë malësore, e cila më qartë se kudo del në veprën e fishtës. E kemi fjalën për traditën e malësisë së madhe, po edhe më gjerë për t'ju drejtuar burrave me emër dhe mbiemër. Qysh në moshë të njom, si për të nxitur shpirtin burrëror dhe etjen me mëvetësi e personalitet, malësorët e thërasin njëri tjetrin me emër e mbiemër, qoftë edhe kur rrinë së bashku ditë për ditë. Madje, i rrallë, kjo vihet re edhe në mjedisin familjare miqësorin tim. Kjo dukurisht quhen qartë edhe në poemën e fishtës, ku emrat Osokuka, Tarapllumi, Kaçel Doda, Karnigila, Galo Keqi, Dotpreçi e të tjerë dalin gjithandej të plot. Rrallet tek ai i përdor pa mbiemër ose në forma të prekura nga zbunimi. Kam bindjen se në këtë pikë fishta si njohësi i thellë i mendësisë malësore ka gërshetuar dendur dhe nevojat për rim, por ai mbi të gjitha ka mëtuar të jetë në përputhje me një dukuri aq spikatëse të shpirtit e të jetës malësore. Kjo shuhet edhe më mirë në rastet kur fishta, gjithnjë në përputhje me sa pasqyron, i jep emrat e personave jo vetëm me emër e mbiemër, por edhe të shoqëruar me emrin e krahinës atë fisit që ata përfaqësojnë. Në malësi të madhe, malësorët e kanë si rregull, po edhe si një mundësi të trashëguar që deri edhe në bisedet shoqërore miqësore, t'ia ruajnë t'ia përmendit burrit vlerat e tij dhe një nga këto shenja, aty është edhe të thirrurit me emër e me mbiemër. Shumë bukur, kjo është e pasqyruar në një nga çastet më të vështira të bisedave të Osokukës me bashkëluftëtarët e tij, kur zen osja aty te vona, këshyra të shpatull, sokotona. Disa dukuri të tjera të strukturës së emrave vetjak të Shqipës që mund të zgjerohen me të dhëna të reja nga vepra e Lahuta e Malësisë. Është tashmë një gjë e njohur dhe e pohuar mirë për historianëve të gjuhës shqipe, posaçërisht nga Çabi, se emrat me trigjymtyr tregojnë një tipar të moçëm e lashtë shqiptar. Lëndës, tashmë të njohur të përbërë nga emrat të tipit Gjergje Lezalia, nga poema e fishtës ushtohen të tillë si Preng Bib, Doda, Markolgjini, Bib Lesh Markola e të tjerë, të cilët ndërkaq është vendi të ritheksojmë se lidhjen me po atë mendësi që ftilluan më lart, me motimin e malësorëve, përgjithsisht shqiptar, për ta identifikuar sa më dukshëm emrin e një personi me anën e dhënies së emrit të babait, mundësisht të plot, emër plus emri i babait plus emri i babait të babait. Antonimet e paranjëzuara. Është tashmë një gjë e njohur në letërsinë shkencore, prania në disa areale të Shqipës e emrave të banorëve me paranjëzim, si i hot, i grut, i mirditas e të tjerë. Emrat të tillë i ndeshim dendur edhe në Lahutën e Malësisë dhe për ta autori përdor të shkruarit me shkronjë të madhe. Emrat e zanave, të orëve dhe të shtrigave. Në Lahutën e Malësisë, ashtu si në eposin e lashtë grek, ndeshim jo vetëm shqiptarët dhe armiqtë e tyre, njerëz të gjallë e natyror, po edhe disa qenie të mbinatyrshme, si zanat, orët, shtrigat e të tjerë. Në shumë raste ato përmenden të mirat, të lumet, shtojzovallet e të tjerë, ose me epitetin zana e madhe, kurse në këngën e 23 të Lahutës, fishta na jep edhe një mori emrash të tyre: Jere, Lere, Tere, Gjere, Sulin, Dalin, Tile, Gile, Tale e të tjerë. Për shtrigat, gjithashtu ndeshim emrat sut e pasut. Përse që në për ajri, diku andej prej fushës i Ballës, vin dy shtriga hyp mbi breshka, njëna sut, tjetra e pasut. Nuk dim nëse këta emra fishta i sajoi vet apo i kishte gjetur ndokund. Qoftë edhe në ligjërimin e grave të Malësisë, ku ashtë dendura kanë qenë e janë
rrëfimet grarishte, kur bëm atë orëve e të zanave, por duhet të themi se disa prej tyre janë përdorur, e përdoren edhe sot si emra grash, qoftë edhe si zbunime, e forma të dyta në malësi të madhe. Mund të përmendim me siguri emra si grosh, losh, stale e të tjerë, në kastrat në malësi të madhe. Tyre thanë, në nxit të mendojmë se fishta emra të tillë duke sajuar, duke patur si gjethe një numër emrash të grave të malësisë, të cilët, natyrisht bashkësi të tillë, i shkonin përshtat një tematike si ajo që gjejmë në Lahut. Me interes për të vënë re është gjithashtu se fishta në Lahut përmend jo vetëm zanat e orët e shqiptarëve, por edhe të malazezëve. Zanat dhe orët e shqiptarëve rinë në vizitor, kurse ato të malazezëve në dormitor. Po le t'i drejtojmë një fragment të shkurtër nga Lahuta. Forgjimue kanë bjeshke male, forshtunglue kanë përroje zale, kur piskat ka zana e madhe vizitorit, ushtroj bjeshka e dormitorit, larg piskamën pas këndije, ura thepe malit zi, dormitor shqima kashtina, bigën nalt mbrent ndërto stjena, tan lëmashk, tan lër e rëgall. Shohim se poeti madje bën edhe një sprovë interesante dhe artistikisht të efektshme për të identifikuar disi zana të shqiptarisë nga ora shkin. Për të parat, ai përdor zakonisht foljen pingron, pisket, kurse për orën shkin, ai gjen si më të përshtatshme foljen vërret, që në të folmen e malësisë, siç dihet, ka si kuptim të parë vërret dhia. Edhe nga pamja e jashtme, ora malazeze sipas fishtës është më pak e hishme se zanat e orët e shqiptarëve. Edhe këshyrat e është çka ba, një ora malazeze, vetull rept e fytyr kërmeze, janë i sysi e vrang po shtriga, por e fort e hidht si shliga, e pa bes gjithmonë bela. Emrat në formë zbunimi. Ndendur, në veprën e fishtës, emrat e njerëzve na dalin edhe në format të dyta të tyre, të përdorura për zbunim ose kur zbunimi është në funksion të rimës apo për arsye të tjera stilistike. Për shembull, pasi ka folur me art për Abdul Frashërin, i tosk me mens, e përmend me zbunimin duli, prap xenduli fjalët me dhek, po kështu për Abdullah Drenin në një varg thot me zbunim, si zban as dulo dreni, apo mashi për marash ucin, por shka zot ka mashi sot, që na u vra e nuk banza. Dëgjues, ky ishte një artikull i profesor doktor Gjovalin Shkurtaj, Urtia dhe emrat e malësisë në Lahutën e Fishtës. Revista shkencore kulturore Univers, numër 4, viti 2003.